Duke qëndruar te këto emra të mëdhej, siç thatë ju Benet Beci në radhët e mazhorancës, a mendoni se SPAK mund të godas emra të tjerë po kaq të rëndësishëm, saqë mund të trondisin edhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do të mbahen më 11 maj? Në rast se do të kemi arrestime të tilla, unë mendoj që do të shkojmë në një qeveri teknike, sepse do kemi vakum tek pushteti. Dhe në rast se kemi vakum tek pushteti, nuk do të kemi siguri publike. Pra, në rast se arrestohet Ervin Hoxha, ministër i brendshëm, Rama mundet dhe ta zëvendësoj. Po në rast se të arrestohet Taulant Balla, të arrestohet Belinda Balluku, të arrestohet Benet Beci, të arrestohet Damian Gjiknuri, të arrestohet kush tjetër, se këta janë edhe shumë, edhe këtë vendosësh parë ngel edhe Hatri, po gjithsesi s'na intereson, të arrestosh edhe në fund fare Edi Ramën, i bie që do kesh vakum pushteti. Dhe ky vakum pushteti është e sigurt që do të ketë një ndikim edhe te SPAK-u. Pra nuk mendoj që këta individ do të goditen direkt, por këta individ është e sigurt që do të goditen. Në një formë apo një formë tjetër, kjo është e sigurt. Por, a kemi një opozit të qëndrueshme që në rast se do të vinë në pushtet nuk do të bëjë një shkatrim të situatës politike, por edhe të vakumit? Thjesht një kujdes të vogël. Kush është plani i SPAK-ut në raport me këto goditjet që bën? Ashtu siç e mendoj unë, thjesht, pa asnjë ndikim. Goditja e Erion Velis erdhi për të matur dhe për të dëgjuar opinionin publik. Politikën shqiptare. Partinë Socialiste e Partinë Demokratike. Për partitë e tjera nuk intereson fare. Erdhi për të ulur këto dy subjekte politike në tokë dhe duke i vendosur këto subjekte dy politike të barabartë me njëra tjetrën, pavarësisht pushtetit. Pse u bë kjo? Sepse goditja ndaj Erion Velis ishte matja e pushtetit e Partisë Socialiste nga Edi Rama dhe matja e fuqisë për të përtypur apo për të përkthyer goditjen e SPAK-ut në raport me një fitim të mundshëm të Partisë Demokratike në aspektin elektoral, por jo pavajtur në kutinë e votimit. Sot Partia Socialiste dhe Partia Demokratike me goditjen e Erion Velis është e barabartë, pa shkuar në kutitë e votimit. Në një goditje të mundshme në të dy palëve, pra edhe majtas edhe djathtas, në të njëjtën kohë, çfarë bën SPAK-u? Bën diçka që asnjërit nuk i ka vajt në mendje. Dhe do ta them pikërisht te ty, sepse tek asnjë person nuk e kam thënë. Mesazhi. Doni të na shkrini, do ju coptojmë. Doni të na vendosni standarde, do ju nxjerrim shpirtin. Doni të bëni rishikim, do ju bëjmë gjëmën. Sepse ne jemi prokuror, 20 këtu, rrim 9 vjet, ju kemi kërkuar na zgjatni mandatin, nga 9 na leni derisa dalin në pension, ju nuk ne zgjasni mandatin. Ne tani do punojmë. Doni të punojmë ashtu siç duam ne dhe duke respektuar ligjin, e kapëm Erionin brenda. Doni të punojmë duke zbatuar kushtetutën, e kapëm Belën brenda. Do bëni rishikim ju? Po ju tjetër, do bëni çfarë shkrirje? Po ju tjetër, çfarë standardi doni? Kapëm Taulandin. Po çfarë doni tjetër të bëni ju? Se nuk e kuptova, do na zgjasni mandatin apo jo? Kapëm Benetin. Kë do ta zgjasni mandatin? Kapëm Gjiknurin. Pse kapen këta? Se janë pa gjë? Jo, se pikrisht brenda vetes ka ndodhur tradhtia. Sepse kur kanë qenë mirë,
kanë qenë duke vjedhur me njëri tjetrin. Kur kanë prishur pazaret, është prishje pazari ai. Dhe normalisht logjika do çon ty që kur kemi prishje pazari, ata çfarë kanë bërë? Kanë sekuestruar telefonat e tyre, kanë kapur që këta kanë bërë vepra penale, sepse këta nuk e kanë pas iden çfarë është vepra penale, dhe në fund fare janë arrestuar. Dhe tani Spaku don të mbrojë veten e vet. Pse? Mesazhi që asnjë se kuptoi ishte: a dilte ndonjëherë Altin Dumani dhe gjyqtari Erion Bani me Bashkimin Evropian në konferencë? Jo. Para se të vinte Trumpi. Po ka pa ambasada amerikane, flamuri amerikan, këta nga mrapa, Amerika përpara. Por sapo Trumpi tha bye bye Soros te USAID-i, Obdad e të tjerë në shtëpinë tuaj sepse Amerika nuk jep më qyl para, dhe sapo ambasada amerikane doli në deklaratë dhe tha no lek, no money, no lefta, tha. Pas njerë se kuptoj. Që do të thot, tha lek nuk japim më verbërisht, nuk besojmë më tjetër për nga bukuria ju e jashtme. Që do të thot, Dumani, Bani, Dado e të tjerë në prokurorinë e posaçme nuk janë në luftën e asaj që themi për një drejtësi të bukur europiane. Jo, janë në luftë për karrierën e tyre, që mos shkojnë të bëjnë azilandja shtetit, punojnë në një mekanizëm të mirë që i janë dërguar kur është prish pazari nëpërmjet tyre duke vjedh popullin shqiptar. Veprat penale i kanë aty, dhe në momentin që vjen orari, fillojnë edhe luftojnë. Po kjo nuk do të thotë që Spaku qeka shumë profesional. Por kjo do të thotë që politika jon është kaq e ndyrë që në vend që të bëhet politik në parlament, këta do shkyjnë njëri tjetrin duke u shkyer të gjithë prokurorët që të rrinë dhe të qëndrojnë atë prokurori, për mirë apo keq, sepse këta pikrisht kanë bërë gabimin fatal duke ikë nga parlamenti në prokurori, me këmbët e tyre, me duart e tyre. Prandaj Spaku e ka matur mirë situatën dhe çdo goditje e fortë e nivelit të lartë, të mesëm dhe të ulët do bëhet me përqendrim të qartë, vetë mbrojtje, si për Spakun, ashtu dhe për prokurorët. Dhe kjo do të bëhet për të treguar jo që ne duam ndryshim rotacion, ne duam që në rast se PS dhe PD prek kushtetutën, mos na prek, se në rast se do ta prekin kushtetutën, edhe deputet që do t'jenë vetë ata, sigurisht që ne do t'i arrestojmë në flagrancë, sepse flagranca është tek vendimi i gjykatës kushtetuese kur legjitimon prokurorin në çdo moment edhe të ndalojë një politikan, një deputet e ta vendosi detyrim paraqitje për një procedim penal.